Nisja punimeve për ndërtimin e një resorti turistik në plazhin e Rjollit në Velipoj ka nxjerrë në protestë banorët e këtij fshati, ndërsa nuk kanë munguar përplasjet me policinë. Tentativa e banorëve për të bllokuar makineritë në territor u shoqërua me ndërhyrje të forcave policore. Komuniteti i kësaj zone kërkon ndalimin e punimeve me pretendimin se po ju grabitet prona që kanë trashëguar ndër breza. Ja kena marrë spak, ja kena qua spakut. Po, na menduam se kena to letat, me letat gjyshit. Kena letat që një to i kena që ja kanë ble Hamza Juks, Mosajak Zyber Juks. Ble stad me 3.000 franga ore kena marrë. Ndorë një këtë tokë. Tani kena i tu me vule me tona. Nuk ta ka të vetë. Kush? Ajtë pak të me bartë, na me na marrë vullnetin një. Me folë diçka, halal. Nëse nuk në gjohëni nga instancat. A në qovë se nuk në gjohëna, na këtë tokë do të mrojmë, pëse desim tani to, a i s'ka për ti. Kur desim tani këj moshkull, kënë me lone i grua në i mota në e kanë, edhe prapa i s'ka për të gëzua. Kesh. Policia shtetit, ne kemi respekt, janë uniforma jonë, që profesojnë ne, por i diçka të kisha për policia shtetit. Në që është e mundshme, që e përmrojnë në zotnin, na mrojnë edhe ne. 2 palve, ndalojnë punimet, tullë në rafshit, diskutojnë, vina i zotnia që në ka marrë tokën, thot jam toka jeme, si kur vilë më zotni, u vi këtu a toka jeme. Kjo pronë që ne sot jena këtu, është me letra dhe dokumenta të vjetra, të vitit 1935, ose ja fillojmë nga fillimi nga vitin 1927, dhe deri në vitin 1935. Ai që donë me ditë për pronat tona, për letrat tona, a jena të hapun që në gjdo moment të vinë dhe të pasavaciona me letrat e tyne. Nuk jena mlirë këtu për me zaptu pronat e shtetit. Jena këtu për pronat tona. Ne nuk pretendojmë as edhe 1 metër që sa është e jona. Kjo pronë është e jona dhe do të amrojmë me gjak. Pronari Trulli thellëposh pretendimet e banorëve duke thënë se disponon dokumentacion të plot. Ai madje ndër vite ka bërë 2 denoncime në polici për prishje të varreve të parëve, me qëllim që të humbën gjurmët e pronës nga banorët në fjalë. Resorti po ndërtohet në zonën mes Ranës së Hellun në kufi me Shëngjinin dhe pjesës Baks-Rjoll në Velipoj. Investimi pritet të ka vlerën e 70 milionë eurove dhe do të ketë mbi 200 punësuar.